Shqiptarve Muhamedi ka pa 11, 13 gra, kokubina, nuk ka pa limit. Jezusi thot ni burrë ni grua. Çka flet kjo për ju? Kjo fol dy gjana pikësparit. Mashtrimi më i madh bën që Muhamedi thot në atë kohë se ton kjo ka ndodhur që më unalua adoptimi. Po adoptimi në botën perëndore një gjë e bukur, një fëmijë që se ka babën jetim, me i tha dikuj babë non, për shembull në Amerikën, shtetet perëndore, me ligj unë nuk mundi me marr një fëmijë me adaptu, nëse nuk e pranoj si djalin tem, edhe mjallon krejt trashëgimin siç e kanë fëmijë tjerë. Kjo për mua do të më tha që ky s'mundet me bani shqiptar këta, me pa ban malsori këtë vepër, me marr rene e vet. E gruan e djalis adaptuam, na e kishim vra me gur, me kanun e kishim përjashtua pe fisit. E si na me tha ky është njeriu i moralshëm që duhet me një krejt bota.